Lavdi qoftë dita që është shkruar Kosova. Është dita më e bukur në botë dhe kjo ditë mua më ka frymëzuar për krijimin e fjalorit të gjuhëve indo-europiane në vitin 2004. Kujtova se mbaroi misioni im, u vërtetua që gjuha shqipe është gjuhë indo-europiane, pra banorët e Kosovës janë banorët autokton. Por më vonë fillova të interesohesha më shumë për gjuhën arbëreshe dhe për gjuhën arvanitase. Nuk kisha kontakte me njerëzit dhe kjo u realizua në TikTok live. Aty kam gjetur arvanitasit, aty kam gjetur arbëreshët. Dhe ata më thonë mua që fjala po në gjuhën arbëreshe nuk ka kuptimin si që themi ne po, por ka kuptimin për gjithmonë, për herë. Beta pa mend. Në gjuhën arbëreshe, kur pohojmë diçka, ne themi ëj. Tani unë nuk e di si është në gjuhën arvanitase, do të më shkruani poshtë filmit, por në gjuhën arbëreshe, po do të thotë sempre, për gjithmonë, në italisht. Beta pa mend. E pyes inteligjencën kompjuterike. Inteligjenca kompjuterike studion të gjithë literaturën latine, veç kësaj të gjitha bijat e latinishtes, dhe e gjen fjalën po. E gjen në gjuhën e Venedikut, e gjen gjithashtu në gjuhën rumune pëj, do të thotë natyrisht. Ka ardhur nga fjala post, që në shqip është bërë poshtë, do të thotë më vonë. Nga latinishtja. Pra nga kuptimi më vonë, ka marrë kuptimin dal nga dal për gjithmonë, me siguri, natyrisht. Ka marrë kuptimin pastaj në gjuhën italiane, në gjuhën franceze dhe në gjuhën spanjolle. Dhe në dialektin e Andaluzis thuhet po, si, një lloj si në shqip, po si. Fjala si vjen nga latinishtja sic, është në të gjitha gjuhët bijat e latinishtes. Por fjala po në këtë variant të Andaluzis vjen nga latinishtja post, më vonë, pastaj, natyrisht. Mirë, e kuptova. Pra ka kuptimin po mirë, po si. Si do të thotë po, dhe po do të thotë mirë në gjuhën e Andaluzis. Këtë kuptim ka dhe në gjuhën e Venedikut që është dukur, ka kuptimin natyrisht, më vonë. Këtë kuptim ka në gjuhën rumune, pëj, natyrisht. Dhe në italisht përdoret e poi sempre, e pastaj për gjithmonë. E poi sempre ka dhënë në gjuhën arbëreshe po, sempre. Po, për gjithmonë. Dhe kjo ka hyrë në gjuhën shqipe me kuptimin po. Pra unë në filmat të tjerë kam menduar se kjo vjen nga shprehja helene bo, që është bërë në shqip po, përsëritet. Por është mendim i gabuar. Fjala po nuk është shpjeguar nga askush. Nuk kanë arritur ta gjejnë dot. Si e bërëm këtë zbulim? Mendimin e arbëreshëve live në TikTok. Dhe ju ftoj të gjithëve se me qindra veta më ndjekin, por vetëm një grup i vogël marrin pjesë sepse kanë frikë. Unë nuk regjistroj asnjë në TikTok. Unë filmat i bëj më vonë. Sepse marr parasysh ato që thon arbëreshët në TikTok live kur flasin me mua. Pastaj e konsultoj me inteligjencën kompjuterike, pastaj hap fjalorët, sidomos fjalorin italian Treccani, hap fjalorin e gjuhës rumune,
që është e ngjashme me shqipen. Pyes Arvanitasit në Greqi në TikTok a kam të drejtë dhe pastaj unë e bëj filmin. Një arsye tjetër që unë nuk i regjistroj njerëzit është se ata kanë besim të plot tek unë, më duan shumë, e din që unë nuk i regjistroj. Dhe kanë fituar këtë statusin e besimit të plot. Dhe arsye e tretë është se gjatë regjistrimit në TikTok dikush mund të thotë diçka të pakëndshme, njerëz që kanë mendimin ndryshe, dhe gjithmonë regjistrimet e drejtë për drejta kanë të papritura. Dhe unë nuk dua që t'i regjistroj. Prandaj ju ftoj që të merrni pjesë, unë e di që janë me mira veta që më shikojnë aty, por nuk marrin pjesë. Merrni pjesë, unë nuk regjistroj njeri. Sepse filmi bëhet vetëm mbasi konsultohesh më vonë me disa burime, pastaj konsultohem dhe me librat e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, të cilën unë admiroj. Unë jam kundër e Kerem Çabejt, sepse ai ka vdekur në fakt, dhe vajza e tij ka botuar veprën e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, që t'ju sqaroj të gjithëve një herë për gjithmonë. Brikena Çabej ka marrë veprën e të gjithë akademisë. E ka vënë emër të saj. Ka hapur shtëpi botuese me emrin e babait të saj dhe i shet këto libra në mënyrë të padrejtë. Pra bën të njëjtat gjëra si kryeministri shqiptar. Bën korrupsion, por korrupsion gjuhësor. Është e turpshme ajo që bën vajza e Kerem Çabejt. Kjo nuk është pronë e Çabejt. Për këtë arsye, të gjitha botimet që bëj unë për gjuhën shqipe janë falas. Unë nuk dua asnjë shpërblim. Shpërblimi vetëm është ky. Arvanitasit dhe një pjesë e mirë e arbreshëve kanë varur portretin tim në mur, sikur të isha një shenjt i gjuhës shqipe. A ka arritje më të madhe në botë? Pra, sikur të kisha unë 1 miliard euro, nuk do e kisha bler këtë dashuri dhe këtë përkushtim të arbreshëve. Do doja që të më donin shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Maqedonisë, dhe unë mendoj që kryeqyteti i ardhshëm i të gjithë shqiptarëve të bashkuar, edhe ata të Çamërisë, të jetë Dibra e Madhe, e bashkuar me Dibrën e vogël ku kam lindur unë, sepse Dibra jon e lavdishme është ndarë më dysh. A thua se një meteor ka rënë nga hapësira dhe ka ndarë atë dheun tim më dysh. Dhe do të hequr emri Maqedoni, i cili vjen nga gjuha greke Makedonos, shtatlart. Do të hequr emri Emathia, që do të thotë ranishte në greqisht, dhe duhet vendosur emri Dibra, që ka kuptimin lugin e thellë në ilirisht. Pra Dibranët e kanë ruajtur emrin e lashtë i lirë. Edhe pse kanë qenë penest, penestai, që do të thotë sklever në greqisht, por ama kanë qenë autokton, Dibranët. Pra Dibra është zemra e shqiptarisë. Ju lutem merrni pjesë në TikTok drejt për drejt, më shkruani, mund të flisni me mua, dhe siç e shikoni unë ditën tjetër e bëj filmin duke patur parasysh këshillat tuaja. Asnjëherë unë nuk regjistroj në TikTok. Merrni pjesë, drejt për drejt, ju ftoj, ju dua shumë. Roft Kosova, roft Shqipëria, roft Çamëria, roft Dibra.